Është opsion? Në shtator? Asgjë nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet asnjë variant. Kur kanë kaluar 2 javë nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Partia Demokratike ka deklaruar se procesi u manipulua dhe votat u vodhën, duke nënkuptuar se votimet nuk do të njihen. Kreu i opozitës Sali Berisha ka bërë disa dalje publike, ku ka folur për atë që e quan farsë elektorale. Gjatë një konferencë për mediat që mbajti sot, Berisha tha se do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme për të denoncuar procesin e manipuluar të votimeve, duke mos përjashtuar dhe mundësinë që ai dhe të gjithë deputetët të futen në grevurie kur të kthehen në parlament në shtator. Absolutisht unë jam i gatshëm të udhëheq betejën deri në fitore dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë, nuk përjashtohet asnjë variant, tha Berisha.